parata, po s'ka probleme PD-ja? Pse nuk tha për parat që lobohen? Pse nuk tha për bizneset familjare të këtyre të PD-s që e shkatruan ose e larguan Bashën? Pse nuk foli për bizneset familjare të Ramës, për bizneset familjare të ministrave, deputetëve, kushdo qofshin? Pse doni, dëgjoj. Pse sulmoni kaq shumë Bashën që e shkatruan? Bashën e futet timon se unë se kemi në listë as shqiptarët. Se nuk e votuan. Po pikërisht pra, po flet, dëgjoj, po flet me një profesionist o bala. Po mi mo nuk thashe si profesionist. Po duro më burr. Po. Mos më fol dura si kur je. Si kur je me militant. Po. Pullën e Po nuk thash gjë mor burr. Pulla e Malit, o Ari. Po. Ti do duro. Po. Pulla e Malit në qendër të Tiranës. Po. Kush e ka çuar në SPAK? Kush e ka çuar? Ku dëgjon kush e ka çuar? Po Basha më e ka çuar. Po shumë mirë. Ti më thua mua nuk i prek këto. Tani. Po pra, kur e bërin fushat, s'kam nuk ta hap Facebookun tani. Po duro më tani. Po. Tani këtu nuk dëgjoj, mos e kaloj, mos ja prishim emisionit me emra të përveçur. Jo më jo. Fakti unë po të flisja. Ja që the Bashën e vogël prandaj. Jo pra, fakti është, po patjetër, fakti është. Te mediat kombëtare, jo. Ti duhet ta citoj. Po patjetër më burr, po ai është. Ma lejoni ta jap dhe unë një dëshmi. Unë kam qenë para 3 javësh në një lagje dhe isha me disa familjarë të mi, zotin Basha e ka parë me disa me 10 mbështetës që po bënte fushat. Patjetër. Më fal, fushat ka bërë bala, ti jemi të sinqertë. Me ka parë aty që vinte vërtet te lagja drejt te zinxhirit. Tani, prit tani, një sekond. Më fal, o mor pas, s'kam një situatë, unë kam shifra. Më fal, ky agron, mediat e censuruan se ky kishte gjëra për të thënë. Patjetër, o Poli, jam dakord me ty. Një sekond më Poli, një sekond do të lutemi dashur. Ne kemi ftuar gjithkohës edhe ka Poli tani ta flasim tani. Se dua të jem korrekt. Kur ka ardhur Basha te unë edhe unë se kam publikuar. Që më kanë thënë jemi kofushate, kam të lajm të rëndësishëm ose një këshilltar i Bashës dhe kujt i ka thënë jo, ne kemi patur të ftuar, ka patur denoncime, Pritore, kë ke të ftuar? Zoti Basha ka patur shumë në fushat, në fushat, se më shmend tani një fushat. Ka qenë këtu, ka bërë denoncime të mëshme. Zoti Basha ka qenë. Kush ka qenë një denoncim i të mëshëm? Zoti Hasa i të mëshëm, po tani i të mëshëm, po tani. Po çfarë e duke thënë mo, Ari? Po çfarë mos e kaluam muhabetin? Ti mos. Ja, se kemi te Basha, po e mirë. Edhe pak edhe e kalojnë, po. Ari, ti ke një media? Dëgjoj, ti ke një media dhe unë kam një media. Hape tani në sekonda sy. Po? Tas Edi Rama, sa Erio Veli, sa Sali Berisha ka mos, se më kanë ardhur ata mua, po ne kemi për detyrë mos ta pasqyrojmë. Po. Se mos duhet të vinë ty. Po. Duhet të vinë ty që të thonë. Po çike këto mos e kalojmë. Jo, ti thua censur. Nga kush ka ndodhur censura po të pyes më burr? S'po më kupton fare, nga ku ka ndodhur censura? Nëse je zëri popullit i maskuar, është tjetër gjë ajo, duhet të trokatet patjetër se në partia. Por unë e di se je media e pavarur, ti i pavarur. Unë e di që ka shkuar dhe s'ka dashur të shkojë. Tani ku ka trokitur, kush i ka thënë që ti nuk del në media? Kush i ka thënë që nuk del në media? Dhe këtu s'kam asnjë denoncim gjatë fushatës. Ari, ne kemi për detyrë. Ne kemi në detyrë që gjatë fushatave mos diskriminojmë, kemi të shkruar. Po i shikojmë ku është në mediat, të gjithë mediat, po i shikoj faqen zyrtare ti. Është. Tani nuk është aq shumë, po ka, o Poli, tani ti e di shumë mirë tani mos bëjmë kot. Çdo nuk mund të japin paralelisht edhe Bashën njësoj me Ramën e Berishën o zotri, se varet nga se sa deputet ke, sa kohë televizive matet me fuqinë që ka partia, se s'mund të ketë 100%. Po. Tani iku kjo. Po, jo si ku kjo? Me që sa futëm këtu polis, ndalemi të partitë e reja dhe rezultati, me që u futëm dhe kalujme të partitë e mëdha. Si ke parë në tërsi, ndalemi edhe të Zoti Basha. Ti e di se sa thirrje ka bërë këta lutje publikisht në studion të dhe në 10 studio të tjera, por edhe personalisht, dhe ju kam thënë, për dy arsye. Për arsye që ky është një moment historik. Ata duhet të bashkoheshin me ngjyrat e tyre në një sport e quaja unë, dhe për arsye pragmatiste, që po i bëjnë estape tani dhe janë bërë pishman, do të kapitalizonin për krajen, të kapitalizonin në vende në parlament, sepse dhe aty do kishin dhe fuqi. Duke, tani çfarë ndodhi, morën vota, 170 nuk janë pak, po je, 170.000, do të thënë, je tek 13 deputet. Dhe del Adriatik Llapaj dhe thot, po të ishim pak, thot Llapaj, ne do kishim 13 deputet. Është e vërtet, dhe do kishin dhe më shumë.
Por pse s'u bën bashkë? Është pyetja e madhe dhe pse Ka Ka shanse